Kthehemi në pjesën tjetër të mesditës dhe diskutojmë për zhvillime të tjera. Pas rrëzimit të villave serbe në Ujman, ka reaguar faktori ndërkombëtar duke kritikuar këtë veprim në pjesën veriore. Në anën tjetër, lista serbe ka quajtur terror këtë veprim. Sipas tyre, qëllimi i Kosovës është që të tërheqë Serbinë në një konflikt, apo i konsideron Serbia këto veprime si thirrje për luftë. Do të flasim në këtë pjesë të emisionit. Të ftuar kam profesorin dhe hulumtuesin në Oktopos Gurakuq Kuqi. Zotri Kuqi, mirëserdhje. Mirësi gjeta. Fillimisht flasim për reagimin e faktorit ndërkombëtar mbi rrëzimin e villave në Ujman. Si e ke parë? Realisht Serbia gjendet para zgjedhjeve për momentin dhe sa herë ka qenë para zgjedhjeve Serbia ka marrë akte terroriste dhe akte të luftës hibride kundër Kosovës dhe në këtë rast dhe Bashkia Ndërkombëtare shpreh një frikë për shkak të këtyre çështjeve dhe mund të aktivizoj Serbinë që nëpërmjet grupeve terroriste dhe bandave të tyre si në të kaluarën të reagojë kundër Kosovës dhe kjo mund të aprish stabilitetin në rajon. Kjo mund të jetë frika e Bashkisë Ndërkombëtare, por si lloj frike e tillë atëherë kjo realisht është vetëm duke e forcuar Vučićin dhe regjimin kriminal të tij për shkak se një përkrahje e tillë forcon stabiliokracinë ose politikën e pashtimit e cila ka pruar në pushtet edhe Putinin dhe Hitlerin. Dhe pikërisht për këtë, ka gjasa që për shkak të këtyre zhvillimeve, sepse kemi parë edhe reagimin e ashpër që ka pas edhe vetë shteti serb, po edhe lista serbe në Kosovë, pikërisht për rrëzimin e këtyre villave. A mund të jetë kjo një shkak që do ta shfrytëzojnë si pretekst dhe do ta kuptojnë si të tillë, si një provokim të serbëve? Kjo është arsyeja që Bashkia Ndërkombëtare nuk është dashur asnjësi të renditet me deklaratat e cilat i jep Serbia, sepse sigurisht deklaratat e Bashkisë Ndërkombëtare atyre të cilët janë deklaruar deri më tani nuk janë të njëjta asesi me deklarimet që i bën Serbia, por Serbia i keq përdor pastaj këto çështje dhe në këtë formë atëherë vetë ata nëpërmjet Igor Semiqit në deklaratat e djeshme bënën thirrje ku madje e quajtën edhe si tërheqje e Serbisë në luftë, përveç se e quajtën si pastrim etnik. Mirë po e pam që para disa ditëve ishte vetë ministri e Serbisë e cila bëri thirrje që akoma ekzistojnë dëshirat e tyre për spastrim etnik ndaj shqiptarëve dhe ata realisht të zbatimin e ligjit, formën administrative po mundohen ta etnizojnë si një çështje kriminale dhe politike duke i bërë një propagandë të jashtëzakonshme në Bashkinë Ndërkombëtare dhe në këtë formë duke shfrytzuar si mjet e cila është përdoret kundër Kosovës dhe si e tillë është duke shfrytzuar edhe tani. Përveç tjera është edhe një mjet që ata mundohen që ta mbajnë të mobilizuar masën dhe të grumbullojnë arsye. Gjithmonë duhet ta mbajmë mend vetë deklaratën e Aleksandar Vučićit në vitin 2023, kur ai ka thënë ne po presim ndryshime gjeopolitike për reagim ndaj Kosovës. Dhe të gjitha këto hinë në këtë kuadër të mbledhjes së justifikimeve të cilat e mundsojnë Serbisë që në rast të ndryshimeve të mëdha gjeopolitike që siç ata, atëherë të reagojnë ndaj Kosovës ose në format e tjera terroriste sikur rasti i Banjskës. Pra të gjitha këto janë mjetet e cilat ata synojnë që t'i përdoren në momentin e caktuar në aspektin ndërkombëtar në formë propagandistike, ndërsa kundër Kosovës në kuadër të luftës hibride. Po, ndërkohë pikërisht të gjë tha edhe ministria serbe në intervistën ku edhe përmendi pastrimin etnik, ndër të tjera ajo tha se siç kemi pritur largimin e turqëve për 500 vite, do të presim edhe largimin e KFOR-it, që rrjedhimisht i bie të ketë qëndrime të njëjta me Vučić dhe me të tjerët, duke qenë se e njëjta edhe nuk u shkarkua, pavarësisht kërkesës për të shkarkuar. Ky është edhe një qëndrim ku të njëjtën çështje ka thënë edhe për çështjen e Azerbajxhanit dhe Armenisë kur ishte rasti i Nagorno-Karabakut dhe kur ndodhi lufta atje dhe Azerbajxhani arriti që ta rikthehet pjesë, të njëjtën çështje përdori prapë Aleksandar Vučić kur tha që Azerbajxhani ka pritur 30 vite dhe ne po ashtu mund të presim edhe 100 vite që të reagojmë kundër Kosovës. Dhe në të njëjtën formë pra është edhe kjo deklarata e tanishme për 500 vitet e tyre që i kanë përmendur dhe ata vazhdimisht janë duke u përgatitur për atë momentin e shumë pritur të tyre, të cilën duhet të reagojnë sepse rrethonat gjeopolitike ndërkombëtare të cilat janë duke ndodhur tani janë në një eskalim të vazhdueshëm. Pra, edhe pse ka ndalje momentare të luftrave, atëherë ato mund të arrijnë deri në një pikë vlimi ku më nuk do të ketë ndalje, por vetëm një eskalim të madh të gjendjes së luftës dhe në këtë rast atëherë sigurisht që gjendja nuk bëhet më një çështje civile juridike, por bëhet një çështje lufte dhe në rrethonat e luftës edhe ndryshojnë edhe strukturat e forcës dhe po ashtu edhe KFOR-i ndryshon edhe qasin e vet për shkak se ushtarët mund të kthehen të mbrojnë vendin e tyre dhe në këtë formë ata synojnë që të reagojnë kundër Kosovës dhe të bëjnë
një gjenocid si që ndrojnë ata për një spastrim etnik të pasur kundra shqiptarëve në Kosovë. Pra janë të gjitha këto në strategji e cila është duke synuar Serbia dhe pavarësisht se çfarë lajkave do t'i bënë Serbisë dhe regjimit e tyre të tanishëm, Serbia nuk do ta ndryshojë asnjëherë qasjen e tyre. Për shkak se janë të njëjtit njerëz të cilët e ruajnë vazhdimsinë e Miloševićit dhe e memorandumeve të Serbisë kundra shqiptarëve dhe shtrirjen e tyre të fuqishme deri në Adriatik dhe Megjer. Ndërkohë, nëse ndalemi dhe analizojmë pak edhe intervistën që dha Igor Simić në njërin nga mediumet serbe, ai quajti terror atë rrëzimin e villave serbe në Ujman, e po ashtu e përmendet edhe ju se tha se po tentohet që Serbia të tërhiqet në një konflikt. Sa ekziston rreziku kuqi që pikërisht kjo ngjarje të përdoret për të nisur apo për të nisur tensione të reja në pjesën veriore? Për momentin sigurisht që nuk bëhet fjalë për një luftë konvencionale, sepse një luftë konvencionale nuk kupton që ata duhet të kalojnë nëpërmjet kufirit dhe në këtë rast do të takoshin me forcat e NATO-s, gjithsesi KFOR-in, dhe nuk bëhet fjalë për një çështje të tillë. Ata thjesht po mbledhin një justifikimi për të pasur më shumë argumente për një luftë kundra Kosovës ose për reagime të caktuar. Për shembull, ne kemi parë edhe para sulmit terrorist në Banjska, kur kanë krijuar shumë çështje të ndryshme, incidente të ndryshme në veri të vendit deri tek sulmi që u ndërmor në atë çështje për të arsyetuar, por edhe si një faktor i cili do të mobilizonte masën e veri të Kosovës që do të dilnin në përkrahje të grupit terrorist kryesuar nga Milan Radojiciqi. Apo ja dalin realisht që me gjitha këto reagime që po i bëjnë dhe me gjitha këto tendenca që t'i bindin pjesën, sepse foli shumë realisht në atë intervistë për qytetarët, me gjitha të ne kemi parë nga një matje që është bërë nga disa të rinj serb që erdhen në fshatrat e Kosovës të banuara me qytetarë serb, të cilët ishin të kënaqur me jetesën këtu. Pra, i bie se këto janë vetëm qëndrime të liderëve dhe të bandave serbe dhe jo qëndrime të qytetarëve të cilët tentojnë të integrohen në Kosovë. Vetëm përkraje do thotë në Banjska, ku nuk ju bashkangjet popullsia serbe, grupi terrorist kundra Kosovës tregon që nuk ka një përkraje. Bashkësia ndërkombëtare do të ndihmonte shumë demokracinë dhe stabilitetin në rajon nëse do të ndihmonte Kosovën që të integroheshin serbët e Kosovës, por jo bandat kriminale të cilat janë të përfaqësuar edhe nga lista serbe në këtë rast. Por qytetarët serb të cilët jetojnë në Kosovë, sepse qytetarët në Republikën e Kosovës ne e dimë që janë të sforcuar që të votojnë për listën serbe dhe po ashtu të rrinë në gatishmëri ashtu siç kërkojnë Serbia, për shkak se i mban me kërcënime, i mban nëpërmjet vendeve të punës siç janë strukturat paralele, strukturat ilegale për arsimin dhe shëndetësinë, dhe po ashtu në forma të mjeteve të ndryshme që jep qoftë ndihma monetare apo qoftë ndihma shtëpiake, prona dhe çështje të ndryshme që i ka jep ndaj serbëve, dhe në këtë formë i ngulfat serbët sepse vazhdimisht i kërcënon ata me vende pune, por edhe me kërcënime të ndryshme fizike që i ka bërë në të kaluar. Tashmë kemi edhe raste ku kanë tentuar dhe të vrasin, pra persona në Kosovë, të cilët kanë qenë kundërshtar të listës serbe, sepse për përjashtim nga vende punës tashmë është bërë shumë aktuale kjo çështje, dhe madje kanë edhe një përkraje nga kisha ortodokse serbe për të bërë veprime të tilla. Andaj Bashkia Ndërkombëtare do ta ndihmonte shumë komunitetin serb në Kosovë nëse do ta shlironte nga këto banda kriminale. Por shlirimi nga këto banda kriminale nuk vije nëse mbrohen rrëzimet ilegale, sepse ato në të vërtetë dalin që nuk janë as ndërtime ilegale të qytetarëve të thjesht, por të njerëzve të listës serbe dhe të njerëzve të fuqishëm të Radojiciqit dhe të Vučićit. Pra nuk bëhet fjalë as për ndërtime ilegale shtëpiake të cilat kanë të bëjnë me shtëpi banimi ditor, por janë thjesht vila të cilat i kanë zgjedhur ata për komoditetet e tyre. Dhe nuk bëhet as pak fjalë po ashtu edhe për prona private, janë prona shtetërore të cilat janë në formën e rregullt të zbatimit të ligjit, që duhet të zbatohet ligji në atë pjesë të Kosovës sikur që duhet të zbatohet në çdo vend tjetër. Pra, do të ishte shumë e padrejtë që nëse ne sot për shembull ne e pam rastin e fundit në Rrogovë, nuk po e gjykojmë vendimin, por po e gjykojmë pat protesta, pat edhe një vendim ku ndalu ndërtimet atje të paktën ato ilegale, ose edhe në rajonet e ndryshme. Nëse ndaj shqiptarëve i marrim këto veprime, por nuk i ndërmarrim ndaj serbëve të cilët janë komplet në shkeljet e ligjit, atëherë i bie që shteti është duke i diskriminuar qëllimisht qytetarët e saj. Dhe në këtë formë pra do të ishte metoda më e mirë. Dhe po favorizon pakicën serbe. Realisht ashtu do t'i binte.
favorizimi në këtë rast nuk pëndodhi i pakicës serbe në kuptimin e diskriminimit pozitiv, kushtetues, po pëndodhi në favorizimin e grupeve kriminale. Dhe kjo është fatkeqësia që po mbrohet tani për momentin dhe duhet t'i largohet dhe duhet të shpanget secili pa marrë parasysh frikës, që mund të ketë për sulme të ndryshme që mund t'i bëjnë Kosovës. Institucionet e sigurisë dhe institucionet ndërkombëtare duhet të kujdesin që të mos ndodhin me ato gjërat që ju kanë ikur me rastin e Banjës, kur kemi parë që kanë përdorur edhe simbolet e KFOR-it për të futur arme në Kosovë. Dhe Kuqi, si po është realisht edhe reagimet tona të Kosovës kundrejt këtyre veprimeve serbe, sepse ne e dim se sa mirë ditë ta shfrytëzoj rastin në çdo gjë që gjen, nganjëherë duke krijuar edhe gjëra nga hiqi. Pra Serbia për t'u ankuar tek ndërkombëtarët, ndërkohë që ne edhe kur kemi nuk është se e shfrytëzojmë mjaftueshëm, siç bëmë edhe me deklaratën e ministrës serbe për spastrim etnik. Është e çuditshme një fakt që ndodh tek ne, të paktën nga ajo që shohim në publik dhe nga ata të cilët e bëjnë opinionin publik, por edhe ata të cilët janë në proceset e vendimarrjes, përfaqësues politik të qytetarëve dhe persona me rëndësi të caktuara në fushat e ndryshme që thrasin veten për opinionet e ndryshme se si mund të paraqiten të ndarë në çështjet e interesit të Kosovës. Ndarjet politike ditore janë normale dhe janë shumë demokratike, për plasje ditore politike janë shumë normale, për çështjet me interes të Kosovës dhe çështjet me interes të shtetit ato asesi nuk duhet të jenë provë apo pronë e dikujt për të shfrytzuar për çështje të caktuara. Pra, kur ne bëjmë një interpretim të kushtetutës, duhet ta bëjmë në interesin e Kosovës, në zbatimin e ligjit, në formën e drejtë dhe në mbrojtjen e qytetarëve të saj. Për asësi të mos na shkojë mendja për keq interpretimin e saj, vetëm për qëllime që duam ta dëmtojmë palën tjetër, sepse realisht nuk po i dëmtojmë politikanët, po i dëmtojmë Kosovën. Politikanët në fund të fundit mund të jenë sot dhe mund të mos jenë nesër, por Kosova duhet të jetë edhe sot, edhe nesër, edhe në të ardhmen. Kjo është fatkeqësia që është duke ndodhur vendi dhe duhet të kemi shumë kujdes që edhe personat e tillë të cilët mundohen që çështjet të caktuara të interpretojnë për interesat e tilla, siç e përmendëm, të mos ju jepet hapësirë e duhur në media. Dhe pikërisht për shkak të këtyre zhvillimeve dhe këtyre deklaratave të serbëve, a mund të shfrytëzohen këto ndoshta për të penguar ndoshta hapa tutje edhe tek dialogu Kosovë-Serbi? Sepse edhe në intervistën e Igor Simisht u përmend kjo gjë, ai tha se naftojnë në dialog, ndërkohë që në anën tjetër janë qytetarët tanë ata të cilët maltretohen, terrorizohen, përmenden kryeministrin edhe tyre Albin Kurti. Do të përmendim që marrëveshjet të cilat i ka zbatuar Serbia asnjë pothuajse nuk është e plotë dhe ato të cilët janë zbatuar janë gjysmake. Është dashur me 10 vite për një marrëveshje të vogël, si për shembull çështja e Targa ose diçka e tillë, 10 vite apo më shumë që të zbatohet si çështje. Pra është Serbia ajo e cila vazhdimisht e ka neglizhuar procesin. Edhe sot me çfarë do marrëveshje Kosova të dëshironte ta zbatonte, Serbia prapë do të gjente metoda për neglizhencën e saj. Pra Kosova në asnjë moment për gjithë prej shpalljes së pavarësisë deri më sot nuk ka qenë neglizhente e procesit të dialogut dhe as e procesit të paqes me fqinjet e saj. Është Serbia ajo e cila i ka kërcënuar dhe është Serbia ajo e cila ka kërcënuar me luftë hibride. Kosovën e kërcënon Maqedoninë e Veriut, e kërcënon Serbinë dhe e kërcënon Bosnjën dhe Hercegovinën dhe po ashtu edhe Kroacinë vazhdimisht. Pra është Serbia ajo e cila po bën gjithë destabilitetin e rajonit. Dhe nëse dikush mashtrohet pas kësaj çështje, është çështje thjesht se ne sot nuk jemi të mbrojtur nga propaganda dhe po e han propagandën e Serbisë, e cila është duke u ndërtuar në formë dhe investimi jashtëzakonisht të mëdha, të cilat edhe ata vetë i kanë deklaruar për media. A beson Kuqi se e ka kuptuar faktorin ndërkombëtar këtë, pra lojën që po bën shteti serb? Sot ndodhemi në një periudhë fatkeqësisht ku propaganda ecë me shpejtësi informacioni. Propaganda ecë krahas me diplomacinë dhe ai i cili po e shtyn propagandën më përpara dhe po arrin që nëpërmjet propagandës së saj të kërcënoj apo të shfrytëzoj dhe të lidhë interesat të caktuara, atëherë edhe ai po mund të fitojë terren të ndryshëm. Dhe në këtë rast Kosova është ngecë, sepse ngecë në fushën e diplomacisë dhe në disa fusha të ndryshme të rëndësishme, siç është edhe uniteti kombëtar, por edhe çështjet e cilat kanë të bëjnë me shtyrën edhe investimin e këto fushat e tilla që kanë të bëjnë me mbrojtjen e Kosovës. Andaj Serbia ka lëvizur jashtëzakonisht me hapa të mëdhej, edhe me lobin e saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe me lobin e saj në Francë dhe në vende të ndryshme, dhe kështu atëherë ata janë duke fituar nëpërmjet propagandës.
E vetmja mënyrë sot që të mbrojmë është të marrim shembuj të ndryshme të vendit, për shembull Ukraina se si angazhohet në reaksionin e saj në mbrojtjen e interesave të saj në botën ndërkombëtare. Atëherë duhet edhe Kosova të marrë shembuj të tillë dhe ta mbrojë vetveten dhe në këtë formë ta sulmoj propagandën me kundër argumente propagandën e Serbisë që ta mbrojë vetveten. Përndryshe Serbia vazhdimisht do të gjej skutat e saj dhe personat e caktuar të cilat ndoshta edhe mund t'i korruptojë për ta shtyrë përpara interesat e veta. Dhe cilat do të duhej kuqe që të ishin ndoshta edhe hapa tutje të autoriteteve të Kosovës në mënyrë që të shmangeshin keq interpretimet nga ana serbe, por edhe tensionet e reja në pjesën veriore. Gjëja e parë që do të ishte është forcimi dhe ndryshimet rrënjësore në çështjet diplomatike, në diplomaci, në ambasada e saj dhe po ashtu të lidhje me grupet e lobinjve të ndryshme, po ashtu në financime kundër propagandës, në financime të persona dhe projekte të ndryshme të cilat kanë të bëjnë në mbrojtje të shtetit dhe përveç tjerash në bashkëpunim me Mergatën, e cila është shumë e gjerë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Evropë dhe në Australisë, të cilët kanë pozita të ndryshme në vende të ndryshme dhe në këtë formë ata të bëjnë një lloj zgjatje e shtetit të Kosovës dhe jo vetëm një person i cili nuk i shërben shtetit të Kosovës. Pra t'ju jepet një rol secilit qytetar të saj në vendin ku jeton atje, sepse kështu do të ndërtonim një patriotizëm i cili e mbron Kosovën kudo që është. Dhe a mbetet akoma veriu një pikë e ndjeshme që mund të prodhojë krizat reja? Urdhëradhën e më falë. A mbetet, them, veriu akoma një pikë e ndjeshme që mund her pas here të prodhojë krizat reja? Po, veriu mbetet një pikë e ndjeshme, por nuk duhet të hamendemi sepse lufta hibride mund të shpërthejë në vende ku nganjëherë edhe ne nuk mund t'i parashikojmë. Ne e dim që kohë pas kohë ka pasur probleme të ndryshme edhe të çështjet e pikave strategjike në Kosovë, tashme edhe hapësira e Kekut mbrohet nga KFOR-i dhe po ashtu edhe pikat e tjera ujore se gjërat e tilla, që Serbia mund t'i shfrytëzojë dhe po ashtu kemi edhe enklavë e zonat e tjera siç është Goroždeci, pastaj Gračanica dhe pjesë të tjera ku jetojnë serb, po ashtu Serbia mund t'i kesh përdorur ata. Pra, nëse ne fokusohemi vetëm në veri, nuk bëjmë asgjë gabim, por që nuk duhet ta tërheqim, nuk duhet ta largojmë vëmendjen edhe nga pjesët e tjera të Kosovës, të cilat janë shumë të rëndësishme dhe mund të shfrytëzohen për shkak të mosvëmendjes së duhur. Mos harrojmë se kufiri jonë me Serbinë është pjesa më e madhe e territorit të Kosovës kundrejt kufive me vende të tjera fqinje. E qartë, Kuqi, të falenderoj shumë që ishe sot në studion e Vizites. Ishte kënaqësi, faleminderit.